Duke parë praninë e një figure të veshur me të bardha në majtë një pemë pas shtëpisë së tyre, kjo grua dhe djali i saj guxuan ta regjistrojnë me kamerë. Ajo që shihnin dukej si një kuntilanak që qëndronte ulur në heshtje mbi pemë. Fytyra e saj e zezë dhe sytë e bardhë i bën ata të panikosur dhe të trembur. Megjithatë, duke u përqendruar më shumë, duket se figura e kuntilanakut mbante një foshnjë në krah. Kjo pamje pazakontë dhe frikësuese i la shikuesit pa frymë, duke krijuar një ndjenjë të thellë pasigurie dhe tmerri. Çdo lëvizje e saj e heshtur dhe qëndrimi mbi deg e shtuan misterin, duke bërë që ngjarja të duket si një fenomen i pazakontë dhe rrezikshëm. Një YouTubere me emrin Amari thot se është përballur me fantazmën e një vajze të vogël në korridoret e një hoteli të përhumbur në Oregon. Ky video shqetësues, i regjistruar vonë gjatë natës, shërben si prova e saj paranormale. Teksa eksploron hotelin, kamera kap lëvizje të çuditshme hijes që duken sikur lëvizin në mënyrë të pavarur. Në fillim, mund të mendohej se ishte thjesht reflektimi i saj në dritare, por shumë shikues vërejnë se këndet nuk përputhen dhe se hija duket se ka një burim tjetër. Mari kthehet dhe arrin të kap një dritë të bardhë misterioze që lëviz nëpër korridor. Disa besojnë se është një vajzë fantazme veshur me fustan, ndërsa të tjerë sugjerojnë se mund të jetë një reflektim i lenteve nga dritat e forta të tavanit. Megjithatë, pjesa më e frikshme vjen më pas. Kur ajo kthehet në korridorin ku u pa për herë të fundit figura, një zë i frikshëm EVP dëgjohet qartë, duke shqiptuar shkronjën B, sikur t'i thoshte të largohej. Duket sikur vajza legjendare fantazm nuk dëshiron të ndiqet nga gjuetar fantazmash. Një grup peshkatarësh që po notonin ende gjatë perëndimit të diellit, u habit shumë kur pan një shfaqje të pazakontë në anën tjetër të lumit, që dukej si një top zjarri. Ata morën një teleskop për ta vëzhguar më mirë dhe pretenduan se ishte një figurë misterioze. Kur u regjistrua me kamerë, shfaqja dukej si një masë ndritshme zjarri që lëvizte ngadalë dhe ndryshonte formë. Peshkatarët ndjenin një kombinim frike dhe kurioziteti, ndërsa përpiqeshin të kuptonin natyrën e saj. Ishte diçka që nuk mund të shpjegohej me mjetet normale të shikimit dhe as me përvojën e tyre të peshkimit. Drita e zjarrit shkëlqente mbi ujë, duke krijuar hije të çuditshme. Çdo lëvizje e saj dukej me qëllim, duke e bërë misterin edhe më të thellë, dhe peshkatarët mbetën të shtangur dhe të frikësuar. Pamjet e radhës vijnë nga subredditi UFO dhe u shpërndan nga një përdorues me emrin CDS725. Videoja u regjistrua në Trinity, Carolina e Veriut, më 7 gusht 2025, rreth orës 10:47 të mbrëmjes sipas kohës ST. Sipas informacionit të dhënë, ajo u filmua me një iPhone 16 Pro Max nga një burr i quajtur George. Thuhet se George ja dërgoi klipin përdoruesit të Redditit sepse e di se ai ka një interes të veçantë për fenomenin e UFO-ve. Pa humbur më shumë kohë, le të analizojmë atë që shfaqet në pamje. Edhe pse videoja zgjat vetëm 8 sekonda, ajo arrin të jetë mjaft intriguese. Në fillim, shihet një pikë vetme e bardhë në qiell, e cila qëndron pothuajse e palëvizshme për disa çaste, pa treguar ndonjë aktivitet të dukshëm. Papritur dhe pas një paralajmërim, kjo pikë përshpejton me një shpejtësi të jashtëzakonshme dhe largohet nga kuadri brenda një momenti. Reagimi i Georgit është plotësisht i kuptueshëm, pasi ajo që sapo pa nuk është diçka e zakonshme. Momente të tilla janë arsyeja pse disa njerëz besojnë se po përballen me diçka vërtet anormale. Shpejtësia e menjëhershme dhe ekstreme duket shumë përtej asaj që do të prisje nga një objekt i zakonshëm, veçanërisht duke marrë parasysh sa statik dukej më parë.
Megjithatë, ka edhe skeptik. Disa sugjerojnë se klipi mund të jetë krijuar në mënyrë digjitale, edhe pse lëvizja duket e rrjedhshme dhe bindse, mungesa e kontekstit dhe kohëzgjatja e shkurtër lën hapësirë për dyshime. Pa më shumë informacion nga publikuesi, gjithçka mbetet e hapur për interpretim. Në qershor të vitit 2019, një kanal në YouTube I njohur si Satkill 3.23 publikoi një video që shfaqte një punëtor mirëmbajtjeje gjatë turnit të natës në një hotel pranë zonës Riverwalk në San Antonio. Që në momentet e para, vendi dukej jashtëzakonisht shqetësues. Hoteli dukej qartë I lënë pas dore nga koha, me korridore të zymta dhe dhoma që reflektonin një ndjenjë ftohtësie dhe trishtimi. Atmosfera e rëndë jepte gjithë ndërtesës një ndjesi të frikshme dhe të pakëndshme. Videografi ecën ngadalë nëpër një nga dhomat, duke vëzhguar me kujdes çdo cep, kur papritur, pa asnjë paralajmërim, disa objekte fillojnë të lëvizin vetë. Ky moment e lë atë plotësisht të ngrirë nga frika. Aktiviteti I çuditshëm vazhdon për rreth 10 sekonda, përpara se videoja të ndërpritet papritur. Edhe pse klipi është I shkurtër dhe pa shumë veprime, shumë shikues e konsiderojnë ende jashtëzakonisht shqetësues. Të shohësh objekte që lëvizin pa arsye në një hotel të degraduar, ka bërë që disa të besojnë se mund të jetë një prani e ngjashme me një poltergeist, sidomos për shkak të mënyrës së dhunshme dhe të papritur të lëvizjes. Të tjerë mendojnë se gjithçka mund të jetë inskenuar, pasi kamera nuk tregon atë që ndodhet jashtë fushës së shikimit. Sidoqoftë, përjetimi I diçkaje të tillë gjatë një turni nate I vetëm do të ishte mjaftueshëm për të friksuar këdo. Disa burra mbetën të habitur dhe të friksuar kur pan praninë e një figure misterioze të veshur me të bardha duke ecur vetëm në një rrugë tërësisht të zbrazët. Figura duket qartë, me rroba të bardha dhe flokë të gjatë, duke lëvizur pa shoqëri. Ata, duke parë këtë pamje kaq të çuditshme në një vend kaq të qetë dhe të heshtur, u mbushën me frikë, qerpikët u ngritën dhe u përfshin nga paniku. Pamja e një figure të bardhë që dukej si poçong midis shkurreve të një terreni të zbrazët ishte aq e fuqishme sa e bindi të gjithë se po përballeshin me diçka mbinatyrale. Nuk kishte shenja që dikush e kishte vendosur ata atje qëllimisht dhe ndjenja e pasigurisë dhe tmerrit mbizotëroi tek të gjithë ata që pan skenën e pazakontë. Çdo lëvizje e saj dukej e qëllimshme dhe e ngadalshme, duke bërë pamjen edhe më të fritshme për të gjithë. Në janar të vitit 2011, një burr në Oslo, Norvegji, filloi të dëgjonte zhurma të çuditshme, nga dyert që hapeshin vetë deri te hije misterioze që shfaqeshin përpara tij. I intriguar, vendosi të fillojë të gjirojë me kamerën sa zhurmat e pazakonta filluan të ndodhnin.
Kamera CCTV e këtij minimarketi regjistroi një ngjarje të çuditshme dhe shfaqjen e një hije misterioze që hyri në ambient. Siç mund të shihet, dera hapet pa pritur vetë dhe pasaj hyn figura e bardhë dhe e mjegullt e një qenieje të panjohur. Shfaqja zgjat vetëm disa sekonda para se të zhduket plotësisht. Punëtori, duke menduar se ishte një klient, duket i hutuar kur nuk sheh askënd atje. Tensioni dhe pasiguria mbizotrojnë ambientin, ndërsa çdo detaj i lëvizjes së mistershme regjistrohet qartë nga kamera. Pamja e bardhë që lëviz përmes derës krijon një ndjesi të frikshme dhe të panjohur për të gjithë që e shikojnë. Ky moment i shkurtër por i çuditshëm ngjall pyetje mbi natyrën e entitetit dhe qëllimet e tij, duke lënë një pasqyrë të mbushur me mister dhe tërheqësi të paqartë. Çfarë do të shihni më poshtë janë videot korporative të një kompanie mirëmbajtjeje, të cilat kanë kapur diçka jashtëzakonisht shqetësuese dhe të pashpjegueshme. Punonjësit po realizonin një inspektim rutinë të ndërtesës dhe në një moment duket që vërejtën një krijesë të errët dhe të çuditshme që ishte fshehur brenda ambienteve të ndërtesës. Pamjet tregojnë vetëm një siluetë të paqartë, por prania e saj shkaktoi një ndjenjë të thellë frike tek të gjithë të pranishmit. Për punonjësit, më e tmerrshmja është fakti që kjo krijesë kurrë nuk u kap dhe as nuk u afrua lehtësisht. Ata përpiqeshin të identifikonin se çfarë mund të ishte. Disa mendonin se mund të ishte një kafshë rrallë, ose cila kishte arritur të fshihej me mjeshtëri, ndërsa të tjerët dyshonin se mund të ishte thjesht një montazh i ndërtuar me kujdes. Megjithatë, ndjenja e pasigurisë mbeti e pranishme gjatë gjithë kohës dhe pamjet vazhdojnë të shqetësojnë ata që i shohin. Pavarësisht nga origjina e vërtetë e krijesës, ky material ka lënë shikuesit duke pyetur veten se çfarë mund të ekzistojë në vendet që zakonisht mendojmë se janë të sigurta dhe të zakonshme. Tani është çështje e çdo shikuesi të vendosë nëse ka të bëjë me një dukuri reale, një gjallësë të pazakontë apo thjesht një efekt vizual të krijuar me qëllim. Pamjet nuk japin asnjë përgjigje të qartë, vetëm një ndjenjë të thellë frike dhe kureshtjeje. Një nën me emrin Elix po shijonte një natë të qetë duke parë televizion kur djali i saj i vogël ju afrua duke kërkuar të luante. Ajo vendosi të dokumentonte këtë moment të ëmbël, pa e ditur se do të kapte diçka që sfidon çdo shpjegim logjik. Papritmas, diçka e padukshme e shtyu fuqishëm vogëlushin, duke bërë të bjerë në tokë. Djali qëndronte në një zonë krejtësisht të zbrazët, pa mobilje, lodra apo ndonjë objekt që mund ta kishte bërë të ngatërohej. Forca e shtytjes dukej se vinte nga njëra anë, si të kishte përdorur dikush duart për ta rrëzuar. Eksploruesi i njohur urban, Kres, nga kanali në YouTube World Helale, vendosi të ndërmerrte një aventurë që shumë të tjerë do ta konsideronin të rrezikshme. Të eksploronte një tempull të vjetër masonik të braktisur në Cleveland, Ohio. Ky ndërtesë madhështore, ndërtuar në vitin 1916, ishte mbyllur që nga viti 1969, duke lënë brendësinë e saj në një gjendje degradimi dhe harrese, gjë që menjëherë tërhiqte vëmendjen e Kres. Qëllimi i tij ishte të dokumentonte arkitekturën dhe simbolizmin masonik, që ende ruhej mes kolonave të plasaritura dhe dritareve të mbuluara me pluhur. Sapo hyri, ai ndjem një ftohtësi të lagësht që dukej sikur depërtonte më thellë se veshja, një ndjesi sikur koha vet kishte ndaluar brenda tempullit. Ndërsa ecte me kujdes, duke fokusuar kamerën e tij, Kres ndjeu një shtrëngim të lehtë në shpinë, sikur dikush apo diçka e kishte prekur. Ai u kthye ngadalë, drita e dritares nxirrte çdo qoshe, por nuk pa asgjë. Pavarësisht tmerrit fillestar, vendosi të vazhdonte, i nxitur nga kurioziteti dhe vendosmëria për të përfunduar eksplorimin. Çdo hap që hapi i jehon në sallat e zbrazura, si të ndërtesa vetë përgjigjej ndaj pranisë së tij, duke përshpëritur sekretet e vjetra që vetëm ai mund të përpiqej t'i zbulonte. Ndërsa studionte një grup mbi shkrimesh të gdhëndura në gur, papritmas dëgjoi një buçitje pas shpinës. Një derë u mbyll papritur me forcë,
duke ngjitur re pluhurin nga mobiljet e braktisura. Kres u tërhoq një hap mbrapa, i shokuar nga fuqia e goditjes, dhe atëherë pa. Një siluet spektrale, thuajse e padukshme, u shfaq për një moment përpara tij. Fytyra e zbehtë dukej sikur e shikonte, konturet e saj të mjegullta, por të mjaftueshme për të shkaktuar një frikë të thellë dhe instiktive. Figura u zhduk po aq shpejt sa u shfaq, duke lënë vetëm heshtjen e rëndë dhe shtypse të tempullit. Zemra e Kres rrihte fuqishëm ndërsa përpiqej të qëndronte i qetë dhe të regjistronte gjithçka me kamerën. Çdo hije, çdo reflektim, dukej sikur merrte jetë dhe lëvizte me qëllim të vetëm. Kjo përzierje e arkitekturës madhështore dhe degradimit, së bashku me shfaqjen e pashpjegueshme, bënte që atmosfera të ishte njëkohësisht e magjepsëse dhe tmerrshme. Kres e dinte që çdo zë apo lëvizje mund të fshehë një surprizë tjetër, dhe se tempulli masonik ruante sekrete që ndoshta kurrë nuk duhej zbuluar. Megjithatë, ai vendosi të vazhdoi, duke dokumentuar çdo moment, i vetëdijshëm se po bëhej dëshmitar i diçkaje që pak kush mund kuptonte plotësisht. Një banor mbeti i shtangur dhe me lëkurën e ngrirë nga frika, pasi pa një shfaqje të zbehtë në formën e një pocongu në fund të rrugës. Pamja ishte aq e papritur dhe e frikshme, saqë ai vendosi menjëherë ta regjistronte me telefonin e tij, duke u përpjekur të ruante qetësinë. Figura dukej se qëndronte plotësisht e palëvizshme, e mbështjell me rroba të bardha, në mes të një rruge të shkretë dhe të heshtur, gjë që e bënte skenën edhe më të frikshme. Asnjë zë nuk dëgjohej përreth dhe nuk kishte shenja të ndonjë personi tjetër aty pranë. Banori ndjeu një përzierje frike dhe kureshtjeje, por nuk guxoi të afrohej as edhe një hap më shumë. Ai zgjodhi të qëndronte në distancë, duke e filmuar figurën për disa momente, ndërsa mendja e tij përpiqej të gjente një shpjegim logjik. Megjithatë, mënyra se si shfaqja qëndronte e ngrirë, pa lëvizur as pak, e bëri të dyshonte se nuk ishte diçka normale. Pamja e asaj rruge të boshatisur dhe prania e figurës misterioze krijuan një ndjenjë ankthi që vazhdoi edhe pasi regjistrimi përfundoi. Hetuesit e kanalit Veda Alam Ribon u nisën një natë drejt një pylli që sipas banorëve të zonës ishte i banuar nga një frymë keqe. Alami dhe Surjo vendosën të regjistronin gjithçka dhe të kryenin një ritual të veçantë për ta thirrur entitetin. Ndërsa ata filluan përgatitjet, ajri u mbush me një ndjenjë të rëndë dhe errësirë të thellë, dhe dridhjet e lehta të gjetheve nën këmbët e tyre i paralizonin. Ata ndezën një zjarr të vogël dhe që nga larg një flak e veçantë u shfaq në horizont. Kur ju afruan, ajo dritë ndryshoi formë dhe para syve të tyre shfaqej një qenie e errët me fytyrë të frikshme dhe gishta të gjatë që dukej sikur përpiqeshin të arrinin deri tek ata. Ndërsa dridheshin dhe luteshin, ata përpiqeshin të komunikonin me entitetin, i cili dukej se përgjigjej me lëvizje të ngadalta dhe kërcënuese. Tinguj të pakuptueshëm, gurgullime dhe fërkime të çuditshme e mbushnin ajrin përreth. Fryma e keqe dukej se ndiqte çdo lëvizje të tyre, duke i bërë ata të ndihen të ngushtë dhe të pambrojtur. Kamera regjistronte çdo gest të çuditshëm, çdo ndryshim të dritës, çdo shfaqje të errët. Megjithse përpiqeshin të qëndronin të qetë, frika e tyre ishte e dukshme dhe çdo hap i tyre i shtonte tensionin. Shumë shikues më vonë diskutuan nëse kjo ishte prova e një entiteti të vërtet ose një skenë realizuar me mjeshtri. Çdo detaj i regjistruar duket i pashëmbullt dhe ngjall shqetësim, duke e bërë këtë incizim të jashtëzakonshëm dhe të frikshëm për të gjithë ata që e panë. Ky video u publikua në TikTok nga një përdorues i njohur si Sep About to Snap,
i cili duket se është jashtëzakonisht i friksuar ndërsa ndodhet në vendin e tij të punës. Video fillon me të duke parë rreth e rrotull me një shprehje të shqetësuar në fytyrë, qartë i friksuar nga diçka që sapo ka përjetuar gjatë punës. Pas tij mund të shihet qartë një derë që hapet dhe mbyllet vetë. Më pas ai hyn në atë dhomë, por nuk shihet askush pranë derës. Një video e dytë, e njarkuar pak më vonë, tregon përdoruesin duke regjistruar diçka në një monitor sigurie që e tremb jashtëzakonisht. Mund të shihet një shfaqje e çuditshme fantazmash në kamerë, por kur personi shkon të hetojë, nuk mund të gjejë asgjë në dhomë. Ndoshta figura në monitorin e sigurisë mund të jetë një artefakt vizual, diçka si shkëlqimi i dritës, probleme kompresimi ose turbullim nga lëvizja për shkak të kamerës që lufton në kushte të dobta drite. Sistemet e sigurisë në vendin e punës zakonisht janë me cilësi të ulët dhe janë të ndjeshme ndaj deformimeve me formë njerëzore. Megjithatë, ajo që e bën këtë shqetësuese është konteksti. Të gjithë punonjësit janë të llogaritur, askush nuk është fizikisht i pranishëm në dhomë dhe megjithatë diçka shfaqet qartë në monitor. Shfaqjet e kapura nga kamerat e sigurisë janë një nga manifestimet më të zakonshme të raportuara në shtëpitë e punës të banuara ose të mallkuara. Qoftë një anomali teknike apo diçka me të vërtetë pa shpjedueshme, fakti që shfaqet vetëm në kamerë dhe askund tjetër është ajo që e bën të qëndrojë. Shpresoj që të zgjidhni këtë situatë shpejt në mënyrë që ne të mund të ndihemi përsëri të sigurt në vendin e punës, duke e bërë ambientin më të qetë dhe duke na lejuar të përqendrohemi në detyrat tona pa frikë të vazhdueshme. Video gjithashtu nxjerr në parë rëndësinë e sistemeve të mirëmbajtjes së kamerave dhe monitorimit të rregullt për të dalluar anomalitë teknike nga ato të pashpjegueshme. Ky video vjen nga kanali Yja Camping, i cili është i përkushtuar ndaj kampingut ekstrem. Atë natë, si zakonisht, krijuesi vendosi të kalojë natën në një kabinë të braktisur në mes të një plantacioni. Banorët e zonës i kishin treguar histori shqetësuese rreth këtij vendi. Pak pasi u vendos, ai filloi të dëgjojë qartë një të qeshur që vinte nga jashtë. I friksuar, ndezi kamerën e tij dhe duke shqyrtuar regjistrimet e CCTV-s, zbuloi diçka shqetësuese. Para kamerës, shfaqej fytyra e një gruaje me një shprehje të tmerrshme, e cila dukej e drejtuar drejt tij. Kur përpiqej të flinte përsëri, zërat dhe përshpëritjet u kthyen si të kishte diçka brenda me të. Një ndjesi e thellë frike mbushte ajrin, ndërsa çdo detaj i fytyrës së gruas dhe mënyra si lëvizte në hijet e dhomës krijonte një atmosferë të tmerrshme. Kamera kapte gjithçka me qartësi, duke regjistruar çdo dridhje të mundshme të pamjes. Ai qëndronte i ngurtë, duke ndjer praninë e pabukshme dhe duke u përpjekur të kuptojë nëse kjo ishte një shfaqje e vërtetë apo një mashtrim i kujdesshëm. Tensioni rritet me secilën minutë që kalon, duke e lënë krijuesin të alarmuar dhe të pafuqishëm përballë së panjohurës. Ignoranca është lumturi, dhe ndonjëherë është më mirë që disa gjëra të mbeten të padukshme për syrin njerëzor. Kjo video u publikua në subredditin e naruesit Chills nga përdoruesja Miss Tittle dhe u filmua në hotelin e përhumbur Queen në San Francisco, fillimisht i postuar në YouTube në mars të vitit 2020. Tren shtruan se prej vitesh ka dëgjuar histori rrëqethse dhe ka parë video hetimesh paranormale, gjë që e ka bërë më të vetëdijshme për rrethinën e saj. Hoteli Queen ka një histori të errët. I vendosur në Sutter Street, fillimisht u ndërtua si një internat për vajza dhe thuhet se përhumbet nga ish-drejtoresha Mary Lake. Zyra e saj, dhoma 410, konsiderohet më e përhumbura në të gjithë ndërtesën. Ajo që ngarkoi videon rezervoi pikërisht këtë dhomë për natën dhe për t'u përgatitur bleu një kamerë termike FLIR për iPhone-in e saj. Ajo thekson se hoteli ishte i bukur dhe nuk ndjeu asgjë shqetësuese derisa përdori kamerën termike në dhomën 410. Ajo e testoi pajisjen mbi bashkëshortin, prizat elektrike dhe tubat e ujit. Kur hyri në banjë dhe drejtoi kamerën drejt perdes gjysmë të mbyllur të dushit, ajo pa një figurë pranë saj që dukej sikur doli nga pas perdes.
Në pamje, shihet reflektimi i saj termik dhe pranë tij një tjetër figurë me madhësi të plot. Mund të ishte vetë Mary Lake. Më vonë, duke parë fotot e dhomës, ajo zbuloi edhe një fytyrë të frikshme në tapet. Kur pa një shfaqje plotësisht të pashpjegueshme në mes të një rruge të vetmuar, një shofer vendosi të ndalonte menjëherë për të dokumentuar atë që sytë e tij nuk mund ta kuptonin plotësisht. Pamjet tregojnë qartë një figurë enigmatike me sjellje krejtësisht jo natyrore në buzë të asfaltit. Ndërsa endet nëpër korridoret e hotelit John Grant gjatë natës, youtuberi Crossing War Paranormal arrin të kap një EVP mjaft interesant. Ai u kërkon drejt për drejt shpirtrave të komunikojnë me të, duke thyer heshtjen e rëndë që mbulon ndërtesën e vjetër. Pak çaste më vonë, ai ndalon për të dëgjuar pajisjen e regjistrimit dhe ajo që kapet është thellësisht shqetësuese. Një zë i qartë duket se i thot të pres, sikur një prani e padukshme po përpiqet ta mbajë aty. Pas dëgjimit të një zëri të tillë në errësirë, pak njerëz do të kishin guximin të qëndronin edhe një sekond më shumë. Një ushtar po kryente roje nate në vetmi të plot, kur vendosi të marrë një pushim të shkurtër për t'u çlodhur. Ajo që dukej si një natë e qetë, u shndërrua në një përvojë që nuk do të harronte kurrë. Një jastëk pranë tij filloi të lëvizte vetë, sikur duar të padukshme ta manipulonin me qëllim. Lëvizja nuk ishte e rastësishme dhe as frymë erës, por dukej se kishte një qëllim të caktuar dhe tmerrues. Ushtari qëndroi i ngrirë nga frika, duke ndjerë praninë e një force mbinatyrale që shtrëngonte rreth tij dhe bëri atë të kuptonte se natyra e qetësisë së natës ishte thjesht një iluzion. Një video virale në TikTok, e ngarkuar nga një përdorues i quajtur Aditya, tregon një nga përvojat më të çuditshme me aktivitet paranormal. Dy burra udhëtonin në një rrugë të shkretë gjatë orëve të para të mëngjesit, kur u përballen me diçka që sfidon çdo logjik. Një figurë duke pedaluar një biçikletë në kushte krejtësisht të pamundura. Pas hetimit të origjinës së videos, u zbulua se ajo i përkiste kanalit të YouTube Ferry Seiko, i cili e publikoi në qershor të vitit 2012. Sipas përshkrimit, ishte një ilustrim krijues për një histori frike, dizenjuar si një film i shkurtër misterioz me një narrativ të thjeshtë por efektive. Megjithatë, ajo që e bën këtë video veçanërisht shqetësuese është natyrshmëria e filmimit dhe reagimi i sinqertë i frikës së dëshmitarëve. Figura në bicikletë lëviz në mënyrë antinatyrale, sikur të ishte e kapur në një cikël kohor, duke përsëritur përjetësisht të njëjtin udhëtim natën pa destinacion të dukshëm.